Ajo ishte thjesht një pastruese, një grua e padukshme. 50 vjeçare që për 20 vjet kishte fshirë dyshemete ndërtesës madhështore të Titan Industry. Askush nuk e vinte re, derisa një ditë, një filxhan çaj i derdhur në një e qeshur tallëse e CEO-s Edward Hollit i ndryshuan jetën përgjithmonë. Çfarë e shtyu këtë pastruese të bëhej drejtuesja e një korporate gjigante dhe si i adoli të rrezonte njeriun që i kishte poshtëruar? Qëndroni me ne për të zbuluar këtë histori të jashtëzakonshme të hakmarrjes dhe triumfit. Margaret Davis nuk do ta harroj kur ditën kur hyri në Titan Industry me leckën dhe kovën e saj. Një mëngjes tjetër me uniformën e saj gri. Ajo ishte 50 vjeçe dhe për 20 vjet ishte një pastruese që askush nuk e vinte re. Drejtuesit me kostumet e tyre luksoze kalonin me nxitim. Kapucët e tyre të shtrejta klithnin në dyshemet prej mermerit të rokaqillit të New Yorkut. Për ta, ajo ishte e padukshme, derisa ndodhi e pa imagjinueshmja. Gjithçka filloi me disa çaj të derdhur dhe të qeshurën e zhurmshme, tallëse të CEO-s Edward Holly, e cila jehoi në korridore si një goditje e fortë ndaj egos. Në ato moment, Margaret ndjeu diçka brenda saj që u thye, dhe më pas me njëru bashkua përsëri, por ndryshe. Atëherë ajo vendosi se kjo ishte hera e fundi që do të talleshin me të. Çdo natë Margaret shtynte karrocën e saj në përzyra bosh me horizontin e qytetit që shkëlqente nëpër dritaret e mëdha. Zyra e Eduardit ishte me e keqja, letra të shpërndara kudo, filxhane kafeje, sikur ai zotronte vendin. Ai vepronte sikur ishte e vërtet. Gjatë ditës, ajo e dëgjonte atë duke dhënë urdhra, duke pushuar njerëz dhe duke bërë shaka me kolegët pa menduar se si po hiqte qafë të tepërtat. Një ditë ajo e kapi duke shkatruar dokumente, raporte financiare që ai nuk donte t'i tregonte askujt. Margaret nuk tha asnjë fjalë, ajo thjesht vazhdoi të lante dyshemen, por ajo vëzhgoi, gjithmonë vëzhgonte. Një të ejte gjithçka ndryshoi. Ajo po lante dyshemen në sallë kur Eduardi hyri me suitën e tij. Ata flisin me zë të lartë dhe shkëmbenin shaka. Pa pritur dikush me përkujdesje përmbysi një filxhan çaj pranë ashensorit. Eduard pa Margaretën bëri një fytyrë të shtrembër dhe pa u lodhur as të zbutte tonin bërtiti. Hiqe këtë, gjallë. Eduard i qeshi dhe të tjerët e ndoqën. Margaret qëndronte me leckën në duar, duke ndjer fytyrën e saj që digjej. Gishtat e saj shtrënguan dorezën e leckës, por ajo nuk e la veten të thyej. Ajo uli kokën, duke fshur flakën e vendosshmërisë pas këtij gjesti. Atë natë, vetëm me karrocën e saj, ajo i bëri një premtim vetes. Ai do ta paguaj këtë, dhe këtë herë jo me fjalë, por me vepra. 20 vjet më parë, vëllai i saj Joseph, një financier i suksesshëm, vdiq duke i lënë asaj aksione në Titan Industry. Kishte mjaft të prej tyre. Ajo mund t'i kishte shitur, por zgjodhi t'i mbante, duke parë Eduardin ta shndronte korporatën në atraksionin e tij personal. Margaret pa punonjës besnik, sekretar teknik që shkatroheshin, ndërsa ai porosiste një jahtë tjetër. Këto aksione u bën karta e saj sekrete. Pas poshtërimit me çajin, ajo thiri numrin e mikut të saj të vjetër, Matthew, një avokat. Në një kafene në anën tjetër të qytetit larg syve kurreshtar, Margaret shtroi gjithçka. Pushimet nga puna e njerëzve, letrat e shkatruara, qëndrimin e tij ndaj punonjësve. Ajo foli me qetësi, por në zërin e saj kishte çelik. Matthew u përkul, syt e tij shkëlqenin nga mirëkuptimi dhe miratimi. Margaret, ti je aksioneri mazhoritar. Ke fuqin t'i japish fund kësaj dhe mendoj se ka ardhur koha ta shfrytëzosh, përfundoi avokati. Pas kësaj bisede, Margaret filloi të mbledh prova. Ajo fotografoi fshohurazi dokumente, kopjoi letra për pushimet e paligjshme nga puna dhe regjistroi bisedan në diktafon, në të cilat Eduardi diskutonte me vetrinatësi makinat e tij. Ajo gjeti madje disa dokumente të fshehura në dosje arkivi që rendisnin kompanin Guask dhe transferta fondesh. Ndërsa takimi i aksionarëve po afroi, Eduard ecste në përzyrë duke u mburur me fitimet rekorde, pa e ditur se këtë herë vetbesimi i tij i tepër do të punonte kundër tij. Por Margaret e dinte të vërtetën dhe tani kishte prova të pakundërshtueshme. Ditën e takimit, ajo hyri në Titan Industry si zakonisht, kova duke zhurmuar, koka ulur. Askush nuk i kushtoi vëmendje asaj, sepse për të gjithë ajo ishte thjesht një pastruese.
Në sallën e bordit, Eduard qeshte si një mbret, pa e ditur se mbretërimi i tij po i afrohej fundit. Por kur Margaret doli përpara, u drejtua dhe me vendosshmëri deklaroi: "Unë nuk jam thjesht një pastruese, Eduard. Unë e zotroj këtë kompani." Dhomarana heshtje vdekje prurëse. Të gjithë syt ishin mbi të dhe fytyra e Eduardit ngadalë tregoi konfuzion, të ndjekur nga alarmi. Ai bëri një të qeshur falese, por Margaret vendosi provat në tryez, raporte false, pushime të padrejta nga puna, letra me të cilët ai quante punonjësit të disponueshëm. Bordi i drejtorëve qëndroi i ngrirë, duke parë njëri tjetrin në heshtje të papërshtatshme. Dikush kolliti, dikush hoqi duart nga tryeza, duke shmangur takimin e shikimit të saj. Dhe pastaj u dëgjua zëri i parë: "Kjo është e papranueshme." Pas kësaj, pyetjet filluan të rridhnin. Eduard u tensionua, qëndrimi i tij i sigurt lëkundej pak. "Ky është një lloj gabimi," u përpoq të kundërshtonte, por zëri i tij tingëllonte i pasigurt. "Jo, Eduard," tha Margaret me vendosshmëri, "është e vërtet." Dhe sot ajo doli në dritë. Antarët e këshillit shikuan njëri tjetrin, pastaj dikush ngriti dorën. "Unë e mbështes atë." Të tjerët ju bashkuan. Eduard u zbe, vetbesimi i tij u zhduk në një çast. "Ti nuk mundesh." "Unë mundem," u përgjigj Margaret qetësisht. Zëri i saj tingëllonte i fortë si një dënim. "Ti je i pushuar." Eduard gëlditi. Buzët e tij i dridheshin, sikur donte të kundërshtonte, por fjalët i mbeten në fyt. Kishte një heshtje të tensionuar në dhomë dhe pastaj dikush filloi të duartrokasmë ngadalë. Margaret ngriti kokën, duke u takuar me shikimin e atyre që për herë të parë shihnin tek ajo jo vetëm një pastruese, por një grua që kishte ndryshuar fatin e tyre. Këshilli shikoi njëri tjetrin, pastaj ngadalë tundi kokën. Eduard u skuqi nga zemrimi, duke shtrënguar grushtet. Fytyra e tij u bë e kuqe nga tërbimi. "Kjo nuk është fundi," fishkolloi ai, duke shtyr ashpër karrigen e tij. Letrat u shpërndan në tryez, por askush nuk lëvizi për t'i mbledhur. Ai nxitoi drejt daljes, por në prag u kthye, duke i hedhur një vështrim të fundit të zemruar Margaretës. "Do të pendohesh." Përplasi derën aq fort sa panelet e qelçit në sallë u dridhen, por kërcënimet e tij tingëllonin boshe. Të gjithë e dinin tashmë, koha e tij kishte mbaruar. Skandali u përhap nga mediat. Llogaritë e tij u ngrin, aeroplanët e tij u konfiskuan, avokatët e tij refuzuan ta mbronin dhe ish aleatët nxituan ta mohonin. Fotot e tij shfaqeshin në ekranet e lajmeve me tytuj për korrupsion dhe mashtrim. Margaret e pa këtë nga divani i saj, e mbështjell me një batanie të butë dhe duke mbajtur një filxhan çaji të nxehur në duar. Ajo nuk ishte më e padukshme, ajo ishte ajo që ndryshoi rregullat e lojës. Kur u kthye në Titan Industry ditën tjetër, ekipi i pastrimit e rrethoi në dhomën e pushimit, duke rrezatuar krenari. Një nga koleget e saj e përktheli në shpatull, të tjerat duartrokitën. "A e bëre vërtet këtë?" pyeti dikush me admirim. "Oh, po," buzëqeshi Margaret, "dhe kjo është vetëm fillimi." Margaret qeshi për herë të parë pas shumë vitesh. Në ishë zyrën e Eduardit, ajo nënshkroi dokumente promovimi, rishikoi politikat e personelit dhe prezantoi rregullat të drejta. Tani njerëzit e shikonin atë me një keqardhje, por me respekt të sinqert dhe mirënjohjeje. Disa javë më vonë, një kanal lajmesh e thiri dhe i ofroi një intervistë. Ajo tregoi historinë e saj, lecka, aksionet, rënja e Eduardit. Prezantuesi pyeti: "Pse pritet kaq gjatë?" "Më duheshin prova dhe momenti i duhur," u përgjigj Margaret. Pas transferimit, kutia e saj postare u mbush me letra. Njerëzit tregonin historitë e tyre dhe falenderonin për frymëzim. Margaret ndjeu se i u shtrëngua fyti nga emocionet. Në Titan Industry, ajo filloi me hapa të thjeshta, vendosjen e një kutie sugjerimesh. Shënimi i parë thoshte: "Më shumë çaj." Ajo qeshi dhe organizoi një dhomë të re çaj. Pastaj ajo pyeti pastruesit se çfarë u mungonte, doreza cilësore, një orar i përshtatshëm, gjithçka u mor parasysh dhe u korrigjua. Dhe Eduard? Sipas tash themeve, ai po mbijetonte me punë të çuditshme në ndonjë qytet provincial, i shkatruar dhe i harruar nga të gjithë. Margaret nuk e konsideronte veten hero, thjesht një grua që ishte lodhur, të ishte e padukshme. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem na tregoni në komente. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.